I Mati ishte I pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen, sepse ai ishte një kalorës, dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë Europiane, për distancimin nga Afrika, sepse ai e donte lirinë si frymë, jo si slogan. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbodhi ide, kulturë dhe qytetari. Ishte I butë dhe hokatar, tolerant me gjithkënd që mendonte ndryshe, briljant në argument, I ashpër dhe I drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo. Sot I them lamtumir Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyer që na la. Faleminderit kampion për guximin, për kulturën, për qytetarinë, për batutat, për kokforcinë dhe për zemrën. Për lirinë që na mësove ta mbrojmë, brenda dhe jashtë vetes. Ne do të të kujtojmë si baba, si shok, si burr I rrallë shteti që vuri atë